Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, falendrojmë Allahun dhul Jalal, salavatet, selamet që dërgojmë Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Falendrojmë Allahun dhul Jalal për çdo nimet i madhnumi që na ka dhënë, më tepër për atë që musliman na ka bë. Duke lutur Xhalla Xhalalu wa Xhalla Shanu të na mundsoj me Islamin, të jetojmë për Islamin, të jetojmë dhe me Islamin, jetën ta përfundojmë duke thënë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Falenderoj Allahun dhul Jalal që na bëri të mundur të takohemi mbas shumë viteve për mu. Mirë po kjo e njëjta kënaqësi është për mu, që të jem bashkë me ju këtu. Faleminderit Hoxhës për gjithë shka që e bën këtu. Hafëz Amirit e gjitha vëzlarëve tjerë, se vetëm u shtohet rreth e vëzlarëve, Allahu dhul Jalal u dhash mirësi e begati. Ju që jeni dem baba dem këtu në mexhlis, Allahu dhul Jalal ju shpërbleft. Edhe të jeni të bindë që do të shpërbleni në dunja e në ahiret. Se Allahu dhul Jalal e ka garantuar, e ka thënë wa haqqan alejna nasrul mu'minin, dhe ne kemi hak të ndihmojmë besimtarve. Si do vijë ndihma e Zotit, prite. Ju boll pritet, Zoti Xhalleshani u ndihmoi me këtë objekt, edhe u nxori prej atyre lokaleve të ndryshme që keni hecë në për Tetov, në bazë të asaj, të atij sabri që e keni bë, e keni edhe shpërblimin këtë dunja, e paramendojmë çfarë shpërblimi të madh do të keni ditën e Kiametit, për këtë vazhdimshmëri që e bani, për këtë qëndrueshmëri që e keni, për me qëndru brenda mexhlisit. Ky mexhlis është edhe shpresoj që do të vazhdojë të jetë prej të parëve që është themelu, edhe do vazhdojë me gjeneratat e reja, me hafëzlarët, e më të voglin këtu Ibrahimin, edhe tjera që do dalin inshallah taala, pse jo, edhe Hamza, edhe Usamja, edhe të rriten e të bëhet ky mexhlis sa më shumë zgjerohet. Për mu zgjeru, mund ta zgjeroni ju, ama më e rëndësishmja më u forcu. Të jeni të fortë sikur keni kanë për herë. Me thënë, unë nuk besoj në atë shumën, në sasin, po jam i bindet te cilësia, se Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam e bëri hijretin me njerëzit më të cilësor që i kishte historia islame, po edhe historia njerëzore. Edhe për ato do të flasëm inshallah taala pas lejes Hoxhës, Hafizit edhe hafizlarëve tjerë. Unë dua të shikoj bashkë me ju, edhe pse ju shpesh e keni diskutuar atë hijretin në një këndvështrim tjetër, për me pas se si Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam pati sukses në hijretin e vet. Se hijreti mund të ishte edhe i pasuksesshëm. Mund ndodhte diçka brenda hijretit, edhe thenim që Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam nuk pati sukses në hijretin e vet. Edhe sot do të ndaleshim, do të qanim e të vajtonim e të thonim që ja kjo ndodhi për atë këtë arsye Resulullahi, pra sikur e keni pa disa pjesë të njerëzve nëpër botë që qajnë për disa disfata. Mirë po Allahu dhul Jalal tan Kur'anin famëlar, dhe me këtë nisi unë takimin tonë sotshëm. Allahu dhul Jalal i tha Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, walladhi farada alayka al-Qur'ana laradduka ila ma'ad. Ai që të ka zbritur, pa bëni be Allahu dhul Jalal në madhninë e vete. Pasha ato që ta zbriti Kur'anin, do të kthejmë ati ku e kishe me adin tënë. Me adi në Shqip me këthi ku të kara koka, që ati ku e vatani jotë, që ati ku është atë dheu jotë. Zoti Xhalleshanu bëni be në madhninë e vete, që Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam do ta ktheje në Mekke. Si e kthej, edhe si kthehemi ne, unë do të mundohem të bëj disa paralele të hedhim të shona përse bëhet sot hijreti edhe pse është bë në kohën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nëse të kemi mundësi të mbrim që mos lodheni ju, edhe të mbrim deri te ata pika që ti diskutojmë bashkë. Mirë po, nga një, edhe nga pak të shohim se si Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam pati sukses në hijretin e vet. Ai pati sukses se e ndërtoi atë me një ekip të suksesshëm. Pra Resulullah sallallahu alaihi wasallam para se me dal prej Mekkes, ai porcolli një herë njerëzit për Medinë. Kjo është pika e parë që ne duhet ta dimë. Mirë po Resulullah sallallahu alaihi wasallam, duke qenë në Mekë, Ebu Bekri kërkonte diçka Resulullahit. I thoshte es-suhbata ya Rasulullah. Shoshnin tënde o i dërguari i Allahut. Pra e dinte ai që Resulullah sallallahu alaihi wasallam do të dalë për hijret. Se tjerët vetë kishin dalë. Mirë po donte vlerën se burrat maten me qëndrime të dashurit e mi.
burëria nuk matet me killash, as nuk matet me nalësi, as nuk matet me pare, as nuk matet me burrat, edhe burëria matet me qëndrime. Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu kishte mundësi që ai të shkoje në hijret, sikur shkoi Omeri radiallahu ta'ala anhu. Omeri dul në Mekke dhe u tha njerëzve, kush doan që gruaja ati ta qaje, nëna ati ta qaje, gruan ta loje të vem, e fëmijët ti loje jetim, le të dale përpara, unë kam vendosur shkuj në hijret në Medine, pra mes meje dhe ati shpata. Ebu Bekri radiallahu ta'ala nuk kishte mundësi alamat mira, se ishte ndër më të pasurit që ishin në Mekke. Mirë po zgjodhi që t'jetë me një pozicion këtë tjetër, që të shkoje prej Mekkes në Medine, një njeri me kaq autoritet madh që kishte në Mekke, i fshehur në shpellën Thaur. Pra mendojeni, më të pasurin e këtij vendi këtu. Edhe ti tregojsh që po përgatitim diçka shumë të madhe, ti thuash prit pak se rrugtimi për atje duhet shkojem fshehur azi. Duhet më shefen anëherë në shpellë, diku të hish, ai thot prit pak, unë jam më i pasur i këtu pari, unë të organizoj udhëtimin për mbjeshk në forma më të mira, jo ti i thuaj jo, ne do të shkojna. Pejgamberi alayhis salatu wassalamit nuk i kërkoi kushte Abu Bekr radiallahu ta'ala, po i tha o pejgamberi Allahut, es-suhbata ya Rasulullah, dua shoqnin tande o i dërguari i Allahut. Pse? Sa ai e dinte shumë mirë që ky pozicioni ati, ky qëndrimi e Abu Bekrit do të jetë vendimtar për jetën e atij gjithmonë, sa të jetë gjallë. Edhe e dinte që në këtë moment do të ketë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam nevojën më të madhe për një mbështetje nga ana e Abu Bekrit radiallahu ta'ala. Pra, çfarë bëni Resulullah sallallahu alaihi wasallam në këtë punën ekipore që neve na duhet, edhe në për xhamia, edhe për mexhlise, edhe në për shpërndarjen e kësaj feje që Zoti xhaleshanu na dha emanet, Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu e zgjodhi që të jetë shoqëruesi i atij, pse kish pasurinë e vete, po kish nevojë edhe për mbështetjen e atij. Aliun radiallahu ta'ala anhu, Resulullah sallallahu alaihi wasallam, pra shifni tash, del në skenë Aliu radiallahu ta'ala, mirë po jo për me marrë me vete, me lënë me ndaj emanetet Mekke. Aha, përse me lënë me ndaj emanetet? Që mos thotë nesër dikush që ja ka lënë një njeriu të panjohur në Mekke për me ndaj emanetet. Po ja ka lënë djalit minxhës vet, njeriu të kryesorit mbas Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sa i përket trungut familjar. Pra, po i lënë te një njeri që edhe ai është besnik, edhe ai e ruan, edhe ai do të afrohet tek ajo. Masandej vin roli Abdullah ibn Abu Bakr radiallahu ta'ala. Abdullahi mbledhte informacione çfarë ndodhen në Mekke. Pra, imagjinojeni pak situatën. Pra, duhet njëherë ta kthejmë në atë imagjinatën tonë. Në Mekke kishte dal lajmi që Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kushdo që e gjen, koka atij, i gjallë apo i vdekur, është 100 deve. Kushdo që e gjen Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. E tash për me mos me ra në këtë kurth, se çdo njëri dëshironte ta gjeje Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Edhe Suraka vrapoi për me gjetë Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Edhe e gjeti ai. Se Suraka ishte ai që e pa Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Edhe e dinte vendin ku e ka. Mirë, po do të vim inshallah taala aty. Pra, Ebu Bekri mbështetje në aspektin shoqëror, me pasuri, me gjithçka që kishte. Ali radiallahu ta'ala anhu u zgjodh të ndaj emanetet, po më shumë se ajo flen shtratin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam në natën që do të vriteshte Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai çitja pak vetveten, për cilën do ta kishte bërë kët. Ta dish që ai do vritet, edhe për kokën e atij kërkohet gjithçka, do të jepet gjithçka. 100 deve, pra ishte pasuria maramense në atë kohë, si është sot. 5.000 euro kushton një deve. E llogarite me 100 deve, ti do të ishe me një herë atë milionera dështinjesh, për me gjetë një njeri, gjallë apo të vdekur. Aliu radiallahu ta'ala anhu do të pranojë të flenë në shtratin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Imagjinojeni çfarë bindje do të ketë një njeri që do të jetë i gatshëm që të shtrihet në një shtrat në cilën njeriu kërkohet për mu vra. Edhe dinin që do të vinë por me vra Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Çfarë qetësie shpirtërore duhet të ketë një njeri?
Neve na thonë veç e do vje policia, neve na ka veç stresi. E jo më të vinë të vrasën. E jo, një kontrol do të vje. Edhe ati na ka po një farë sikleti kësaj dunjaje. Mirë po a ishte i gatshëm, flet në shtratin e Muhammed Mustafas, kur e hoqën në bulesën, thonë pritni mos e vritni. Sa është Aliu radiallahu ta'ala. Pra, niveli i besimit, për atë arsye para se me filloj përmenda, ai ka sahabëve që ishin eduku nga anë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ishin eduku në atë shkallë që ishin në gjendje të pranonin gjithçka. Çfarë do misioni tu jepeshte? Nuk ish ka ata prit pak ta zgjedhim. Na konvenuar, s'na konvenuar, na del. A kemi llogari, as kemi llogari. Kush paguon më shumë, filani apo fistiaku? Dashona, a është kjo për ne apo dashona depresën pak më tutje? Çdo gjë ishin gjendje për me marr. Ebu Bekri, Aliu radiallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Abi Bakr, që mlidhte informacione në Mekke. Shumë e në rëndësishme në atë kohë për me kuptu në sot në këtë kohë. Muhammed Mustafaja duhet vritet, koha ka ati kërkoheshte, dikush duhet i sillte, ti mlidhte informacionet në Mekke, t'ja dërgonte Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Esma bint Abi Bakr, një grua, një vajzë e re, 17 vjeçare, kaq ka qenë atëherë, vetëm 17 vjet. Ka qenë Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Edhe ushqimin, po edhe njoftonte me ato që i përcjellte nga Abdullahi. Amiri njëni për sahabëve që i mshefte vetëm gjurmët. Kur gjos kishte punë tjetër, vetëm ti mshehe gjurmët. Pra ati na shkëtin ka shkelin ata, të kaloje pas edhe të fshihet lishoj delet ka pak, devet ka pak, që njerëzit të i dallashite edhe për asaj që e kërkonin. Pra, Resulullah sallallahu alaihi wasallam në udhëtimin e vet, zgjodhi edhe të ketë një ide pak më jashtëzakonshme, dale pi asaj që njerëzit mendojnë. Një ide kreative. Kreativiteti sot në këtë kohë paguhet me shumë fish. Pra, ata menaxherat më të mirë në për firma, kur njëni pe punëtorëve është më kreativ, për me nxjerr dhe me zgjedh një problem dhe me nxjerr prej situate firmën, ata e paguajnë sado që të kërkojë ai. Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam na mësoi në udhtimin e vet që të jesh kreativ edhe në udhtim, zgjedhësh diçka të jashtëzakonshme, dalësh pi asaj që njerëzit janë mësu, e bën udhtimin më të rahatshëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vend se të udhtoje në veri, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mori drejtimin e jugut, për me njerëzit më thonë ka shkon ki. Kush ka qenë në Mekë e din. Udhtimi për Mekë, pra nëse është këtu Mekja, është kështu për me shku në Medinë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam largoi nga ana tjetër edhe qëndroi në shpellën Thar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hijret zbuloi besnikrinë e sahabëve. Besnikria e sahabëve u zbulu në hijret. Edhe ata që shkuan përpara, ai që shkoi përpara atje, se edhe kjo është shumë e rëndësishme. Pra, Musab ibn Umairi radiallahu ta'ala anhu shkoi në Medinë për me përgatit terrenin në Medinë. Ne këtu jemi sa është përgatit terreni për me qenë këtu. Edhe ju që keni ardhur përgatit terreni për me qenë këtu. Edhe çdo punë që bëhet brenda këtij objekti, brenda këtij mezhlisi, jam o përgatit terreni për këtë. Një gjenerat ka sakrifikuar jashtëzakonisht shumë. Musab ibn Umairi ishte ambasadori Resulullah sallallahu alaihi wasallam Medinë për me përgatit terrenin që sahabët që do të shkon më herët atje, edhe ata që ishin prej medinasve të ndëgjoje çdo shtëpi për Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Pra, hijreti zbuloi besnikrinë e sahabëve, fillimisht të Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu, i cili ishte me të në udhtim. Se shumë kollaj Ebu Bekri mund të thonte një zot jepte, këtu është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe gjithçka do të përfundonte. Pra, vetëm imagjinojeni kishte përfundu hijreti pa sukses. Se vetëm kështu ne mundim të kuptojmë vlerën e hijretit sot. Edhe ta kuptojmë se hijreti për ne çfarë do të thotë në këtë shekull që jetojmë ne. Hijreti Resulullah sallallahu alaihi wasallam çfarë do të thotë për ne? Mendoje vetëm sikur mos ishte realizuar hijreti. Sa punë do kishin ngel mes? Krijimi i shtetit islam do kishte ngel mes. Çlirimi i Mekës në Yasr do kishte ngel mes. Çdo gjë që u zhvillu më pas në Medinë do të kishte ngel nëse hijreti nuk do të ishte i suksesshëm i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hijreti zbuloi besnikrinë e sahabëve, të Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu, të Aliut radiallahu ta'ala anhu, familjes së Ebu Bekrit përgjithësi, pra. Esmaja, ju kretë dini këtë meselë. Unë dua të dal dikun tjetër, po pak me sjell
ato ku dua për çfarë arsye po e foli këtë. Këtë ju e dini këtë histori. Edhe sakrificën e familjes së Ebu Bekrit, pete Esmaja dhe tjerët. Esmaja ishte shtatzan. Zubair ibn Awami ishte buri i Esmas. Abdullah ibn Zubairi ishte në barkun e nënës vete, që atëherë kur i ndihmonte Resulullah sallallahu alaihi wasallam Esmaja. Edhe babën, edhe djalin, edhe nanën, pra të tre këta, i përgëzoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me xhennet në dunja. Se kur ne ndëgjojmë ose e lexojmë librin të përgëzuarit me xhennet, njerëzit e shohin, pas ka përgëzuar me xhennet Ebu Bekrin radiallahu ta'ala. Edhe ndalen pak, çfarë ka pas Ebu Bekrin? Ebu Bekrin e ka pas babgjish kështu ma katonarçeme. Ka përgëzuar me xhennet se babgjish e ka pas. Po Aliun e ka përgëzuar me xhennet se e ka pas dhëndër, e ka pas gjalmingja, tjetrin e ka përgëzuar. Jo mori dashur. Këto as që kanë hinë rend, se ai ka mund t'i përgëzoj me xhennet minxhallarat, pe 12 minxhallarëve vetëm 10 pranon Islamin. Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Pra, Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam, peshën e burërisë së këtyre njerëzve e matte me qëndrimet që ata i kishin. Edhe Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, edhe Aliu radiallahu ta'ala anhu. Pra, nuk ishte rëndësishme se çfarë ka lidhje farefisnore me ta, po çfarë është edhe veçanërisht e hijreti, çfarë bare kanë bardh. Ebu Bekri e shoqëroi Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, ndërsa Aliu radiallahu ta'ala anhu e zaventsoi atë në shtratin e vet, po edhe me ndaj emanetet e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Mikpritja dhe besnikëria e ensarve. Ensarët janë medinasët, ata cilët e pritën Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Pra, hijreti tregoi që dikush në Medinë ka punu. Edhe këtu ne i shohim kush punon, cili mexhlis ka vazhdu, si ka vazhdu, si kanë ec, cila xhami ka aktivitete, cila xhami s'ka aktivitete. Këto sende duken, janë dukshme. Edhe kur mbriti Resulullah sallallahu alaihi wasallam në Medinë, u dukte që njerëzit që kanë shku përpara bashkë me Musab ibn Umairin që ishte udhëheqës i tyre, kanë punu për me mikprit Resulullah sallallahu alaihi wasallam, për me ju boni pritje që e meritonte Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i tregoi që hijreti nuk është projekt hakmarrje. Dikush, nëse lexoni pak ata libra që shkruajnë kundër Islamit edhe e luftojnë Islamin, orientalistët, prej atyre fatkeqësisht kemi edhe do që flasën gjuhën tonë, tash që kanë gjakun tonë, janë njerëzit tanë. Thonë, hijreti është bë këtë për hakmarrje. Hijreti si është për hakmarrje. Po jo ai shkoja që të përgatitet e të vjet hakmerret me kasët. Jo. Këtë dëmanton kur hiri Resulullah sallallahu alaihi wasallam Mekke. Ai kur hiri në Mekke tha idhhabu fa antum tulaqa. Shkoni jeni të lirë, ju kam liru juve të lirë, tulaqa jeni. Ju jeni të lirë, asnjë përgjegjësi nuk keni ju. Edhe përkundër asaj që domin ja bën Resulullah. Po, pra vetëm hirja e Resulullahit Mekke tregon që këtë hijreti nuk ishte projekt. Nuk ishte projekt për mua hakmarr Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe Mekasve. Jo, për mua tregu që misioni i cilin ai e kishte nisur, është pikërisht misioni i cili duhet ta kenë parasysh muslimanët që të marrin mësim prej atij. E ne tash do të vim inshallah taala ta ajo që unë qëllimisht e kam përmend, historinë e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Çdo fillim i vogël është ai i cili e ndryshon historinë. Dikush e ka nisë me një namaz natë dikun në një xhami. Edhe thot unë jam udhëzu, peja ditë kur kam hit falem namaz natë edhe unë mos kam lanë namaz. Dikush tjetër është udhëzu vetëm se ka një shok që ati pari që lexon Kuranin, vin në xhami, vin në mexhlis, vin atij, edhe ai e ka vazhdu atë. Çdo fillim është i vogël fillim, ashtu duket. Edhe çdo sukses është i vogël fillim. Mirë po, ai që e ka idenë për me bë suksesin e vet madh të dukshëm, ai do të jetë i qëndrueshëm te ai sukses. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Allahu dhu xhelal për mos mu gëzu shumë sahabët, edhe muslimanët në përgjithësi, edhe gjithë ata që e ndihmuan Resulullahin sallallahu alaihi wasallam.
ata që e pritën e mikpritën në Medine, tha, nëse mendoni që ju e keni ndihmuar Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, ai që e boni triumfues, e ndihmoi Resulullahin është Allahu. Idh akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain, kur ata që nuk besuan, pra, jo besimtarët, i nxorën ata të di. Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, edhe Abu Bekrin radiallahu ta'ala anhu. Edhe vin Zoti Gjellëshanu edhe thot, idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Dhe ai kur i thot shokut vet la tahzan, mos u dëshpro, mos u mërzit kështu ma shqip me i thanë. Se nuk o dëshprim. Dëshprim është kur ballafaqohesh me diçka që nuk të përshtatet ti edhe ti dëshprohesh, nuk arrin sukses. Po mos u mërzit, është huzn, është mërzia. Mos u mërzit. Inna Allaha ma'ana. Allahu është me ne. Sa kemi nevojë ne në këtë kohë për me na thonë dikush mos u mërzit. Allahu është me ne. Ai prind që i ka fëmijët e vet në gurbet, edhe ka ngel vet plak të shtëpia. S'ka kush ja sjell një ilaç, s'ka kush ja sjell bukën, s'ka kush ja sjell ushqimin. Sa ka nevojë ti kush ti thotë çati pari thotë la tahzan inna Allaha ma'ana. Mos u mërzit. Allahu është me ne. Allahu dhul xhelal do të sjellë dikandin që ta torkasë derën dhe thotë o filan. A ke nevojë se ne hijreti ka një herë marrëm vetëm si udhtim fizik i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, shkoj pe Mekë, shkoj në Medinë, çto ndodhen, çto mrekulli ndodhen. Jo, ndalu te fjala Allahu dhul xhelal, la tahzan. Ai prind që e ka përcjell djalin e vet për ngurbet, edhe ka ngel këtu veç me plakën e vet të shtëpia, edhe nuk e din çfarë ta sjellë mëngjesi, a do të ketë ndaj smundje, Zot na ruaj, apo do të ketë ndaj sulm, Zot na ruaj, apo diçka, kush do i trokasë nesër te dera? Ne jemi tash me një krizë, urgjencë kombëtare për mua, e thon. Në ato shtëpia cilët nuk ka kush t'i thotë dikujt, eja duhet more diçka jo. Trokasën djemtë e rije dhe vajzat e reja për me asgjat dorën me i thon, a kene nevojë brenda ditës ajo? Për me i thon la tahzan se ani se ka shkuaj, ose djali tjese edhe vajza tjese në kontakt vazhdueshëm me prindrit e vet. Për me e pa që ndoshta baba edhe nëna brenda ditës kanë nevojë të caktuar që to të prit pak. Unë vërtet kam shku në hijretin tim, se edhe kjo është një farë hijreti. Nuk mund krahasohet me hijretin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kushdo që don ta krahasojë me atë ka gabu. Mirë po, edhe kjo është një farë hijreti, një farë shpërngulje pe një vendi me një vend tjetër. Mirë po, sikur këtë hijretin e pa mu i marrë ato masat para prake me pa, dhe i tjeti sukses shëva jo. A do dalëm për këti hijreti edhe tuna e din qëfar haxhi. Ej, subhanallahu, shkatrun familjet. Apo do tuna për këti hijretit, elhamdulillah, udhëzu filani. Se edhe kështu kemi raste, edhe ashtu kemi raste. Që sa është e këtu në vendlinjën e vete, e zanin e ndëgjon minarja me i rasi, shton të Molla Mahmud Efendia ja prish shpejen. Për do në zonës që i kishim ne bashkë atë, thonë u vonova që larkë në mbrita, thotë ti me tra minarja të arzën shpejen, qa qafër që e ke xhamia, mirë po prap vonosh. Pra, ka njerëz që atë qafër e kanë xhamin, që me ura minarja, u aprish shpejen atyre, mirë po sa jënë këtu nuk qohet fale namazin. Kur shkon mërgima që jenë gurbet, a që e fillon të kujtoje edhe të shikoje se dunjaja nuk është kur gjanë, përveç se ta njohësh Zotin Gjelle Gjelalu e Gjelle Shanu, edhe të bindesh me Allahun dhe Gjelalu dhe thuesh subhanallah. Allahu e boni këtë tokë që të tillë, që njerëzit lëvizin e të hecin, e të njoftohen me kultura dhe me njerëz tjerë. Mirë po mbi gjitha, moment që ndëgjon Allahu Akbar, qetësohet shpirti. Pra kemi një hijret që duhet ta bëj, ose e kanë bërë disa fizikisht, e kanë gjetë Zotin Gjellëshanu edhe pse këtu se kanë gjetë asnjëherë. Këtu e ka pas shumë afër xhamin për me gjetë Zotin. Mirë po, atë desh pak të shkputet për kësaj shoqërie, të shkputet për këtire njerëzve, të largohet pak për shtëpi dhe të kërkuje Zotin Gjellëshanu. Ato që është kriju si gjithë shkaje, ai i cili e ka mbajt shpirtin atij, edhe e ka kriju ato, dhe ja ka frymzu atij, edhe thotë subhanallah. Hijreti jem, ose gurbeti jem, ka bo që në vërtet largohen për shtëpisë. Ta humbi shoqërinë po ta gjej Zoti.
lumë për atë hijret, lumë për atë gurbet, lumë për atë gurbetçi, që në vërtet e humbi shtëpinë, e humbi shoqërinë, e humbi rrethin, u largou pe njerëzve, po e gjet Zotin xhalla xhelalu. E mirë për atë gurbetçi, e mirë për ato që e bëni hijretin, e humbi edhe shtëpinë, edhe familjen, edhe shoqërinë, edhe Zotin nuk e gjeti ajo ku shkoi. Harroi që është musliman. Harroi që thotë dikuj la tahzan, mos u mërzit. Mos ke mërzi se Allahu dhul xhelal e ke me vete. Atë porosi që ja dha Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam. Më thoni si jo me kohë se ne harrojmë. Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam që ja dha Muadh ibn Jabelit radiallahu ta'ala anhu. Kjo është porosia që duhet çdo prind kur e nxjerr birin e vet, fëmin e vet, vajz kof, djalë kof pe shtëpisë vete. I thote këtë fjali që ja ka thënë Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam Muadh ibn Jabelit. Ittaqillaha haythu ma kunt. Ke frikë Allahun kudo që të shkosh. Kudo që të shkosh, kudo që të shkelish, ke frikë Zotin xhalla xhelalu. Ittaqillaha haythu ma kunt. Wattabi'is sayyi'ata al-hasana tamhuha. Dhe çdo të keqe pasojë me një të mirë, ta fshinsh ata. Pra e keqja e mira e fshin të keqen. Nëse këtë porosi ju a japim ne njëri tjetrit, se nuk është vetëm po mirë be hoxha shtash une ato të gurbetit tonës ndëgjojnë. Ti thuje se e di sa shumë kujtoheshin fjalët e babës mbas që vdiste ai? Ku subhanallah. Edhe çdo lëvizje babas edhe nënës kujtoheshin mbas që vdesën ata. Sa ishin gjallë duke shqetësuar që ti e tha muhabetin, më pa kur vdes ai të kujtohet. Ti thuja, ti e ke për obligim ta thuash. Ti e ke për obligim ta vazhdosh emanetin e Jakubit edhe pejgamberëve tjerë. Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya inna Allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kur Ibrahimi edhe Jakubi porositën bijtë vet. Çfarë u than? O ju bijtë mi. Juve Zoti ju ka zgjedh Islamin për fe. Mos vdisni ndryshe përveç se si musliman. Këtë ka për obligim çdo prind t'ja thotë e vladit vet. Po nëse ke edhe nipni edhe mbesa, edhe atinve thujo. Ndoshta mbas vdekjes tënde ata do e kujtojnë çfarë na thonte baba, çfarë na thonte bab plaku, çfarë na përmend ai sa i përket dunjas edhe sa i përket emanetit. Emanet ne ka lënë që jetojmë me la ilaha illallah, vdesëm me la ilaha illallah, edhe ku e dish ti ku e gjen vetveten ai, atje në perëndim, në atë vend ku ai jeton, në atë vend ku e ka zgjedhur për me jetu. Ka dash ta zgjedhë ose ka qenë i detirum ta zgjedhë ose e kanë çu gjeneratat përpara se ne po ballafaqohen atash edhe me këtë çështje. Na thuan gjeneratat e re po ju na prut. Jo na prot. E mirë, ne kemi çu, ne duhet t'ua bëjmë në çkat. T'ua bëjmë obligimin, ta krijmë obligimin tonë. Ti çojmë ata, t'ua tregojmë ku e kanë vendin e faljes vete. T'ua tregojmë drejtimin e kibles vete. T'ua marrim emanetin për atyre. Pa thuash, a ndëgjove emanetin apo jo? E Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam. Edhe sahabët krejt në përgjithësi, ata që shkuan më herët, ata shkon një pjesë atyre e dini ju, kemi ka shpjeguar hoxha gjëre gjatë ata, ka shkuar në Etiopinë e sotshme. Grupet dite e atyre që bën hijret shkon në Medinë. Po gjithë kishin një niyet. Që edhe ne kemi njëtin niyet. Këtë kishin niyetin kur të kthehen në Mekë. Këtë kishin niyetin kur të çlirohet Mekja. Kur u çliru Mekja, për me shkurtu ata. Kur u çliru Mekja, ata të Mekës mendonin që tashmë Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam çati dorije, se këtë luftën e bëni për me çliru Mekën. E ata të Medinës mendonin që Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam e çliroi qytetin që e donte jashtëzakonisht shumë. Që tha kur doli pe Mekës, kur tha oj Mekke, wallahi inni uhibbuk. Oj Mekke, këtë që ne nuk e bëjmë në gurbetçit. Njoni se ka do gurbetçi këtu pa, me gjithë mu. Kur doli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pe Mekës. Tha oj Mekke, pashallahu dhul xhelalun dua fort dua. Nëse populli jot nuk do të nxjerrte mu prej teje, un kur i s'dilsha prej teje. Çu do rria. Po populli e nxori ata. Ne çfarë bëjmë sot ose çfarë bëjnë një pjesë e njerëzve, Zot na ruaj, inshallah si jemi pi atyre. Kur i vin dale pe këtu,
I bot puna qish me dalë. Flaka i dalë, tha. Kujt i dalë flaka? Kujt i dalë flaka? Ose atje ku jetonin, ku punon, mallkimet nuk i ndalën asnjëherë. Ç'është kjo? Kush na mësoi këtë? S'është në traditën tonë kjo. Nuk është në traditën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. As me mallku vendin piku dole, po as me mallku vendin piku jetove. Edhe piku punove, piku gjallnove, piku hangre, piku pive. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ndaloi sahabët për një deve, cilën ai njëri prej sahabive e mallkoi devën, tha as mos e bleni, as mos e mjelni, as mos e përdorni ato. Se mallkume. Ai vjen e mallkon shtëpinë e vet, e mallkon vendin cilën e ka rrit, vendin cilën e ka zhvilluar, po ndoshta edhe vendin që e ka mësuar, se neve na ka mësuar ky vend. Edhe kemi shkuar atje thona ç'tash ne ekspert lëmive jemi. Si jemi kur gja. Po na dhon një mundësi për cilën ata nuk e kanë të tjerat, ose kanë një mungesë cilën ne duhet ta plotësojmë atë mungesën aty. E Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, me të di hijrete që i bën sahabët në Etiopi, edhe sahabët e parë në Medinë, idenë kryesore e kishin si do kthehen Mekke, si do çlirojnë Mekken. E ne nëse duam të çlirojmë, do të çlirojmë një herë vetveten. Për paradokseve që na mundojnë shumë. Nëse vim për gurbetin vendlindje edhe vazhdon të jesh me atë mendësie në viteve 1990 e 80, i shet ish mend dikuj, haroje mos hajde. Riqa gje ku je. Bëj 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet, derisa të vetë disohesh. E as duke ardh këtu e duke sjell sende cilat realisht nuk kanë nevojë kive. Po as ne këtu, unë çfarë shoh, besoj inshallah jam gabim. Këtu ka ra niveli, atje ka mbet niveli dhe diku i disa sendeve dallash, këtu ka ra niveli i mikpritjes si ka qenë dikur. Më thonë, që ati pari kalon, assalamu alaikum, asalaikum selam, së përshëndet kushi. Ti ndalesh i thua, selamu alaikum, alaikum selam. E që ta rregulloj që, rregulloj e valla, për përshëndetjen s'tanë. Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam kur shkojnë në Medinë, e pyetën sahabët çfarë bëjmë moj dërguari Allahut. Çfarë çfarë zgjedhjet ne fenë kemi të lehtë. Shumë e lehtë feja jo. Po pejgamberi Allahut çfarë të bëjnë ne? Atë nisjen veç. Di porosit vogla. Afshilu selam wa at'imu at'am. Shpërndanja selamin, shpërndanja edhe bukën. Jepni njerëzve me hangër. Çfarë sa ki? Këtë me termine i kemi bo, Allahu na fal. Unë nuk dua të zgjatem më shumë për mos me e bo të bezdisshëm edhe këtë takimin tonë, duke lutur Allahun do xhelal të na i fal gjunahet tona, gjunahet e prindërve tanë. Zoti xhelal xhelal na bëj për atyre që përmendim Allahun, jetojmë me emrat e Allahut do xhelal. I kërkojmë falje Zotit xhelal për gjunahet tona, gjunahet e prindërve tanë, mësuesve tanë, hoxhallarëve tanë. Allahu do xhelal na i fal gjunahet tona e na mundsoft Allahu do xhelal që jemi me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, me njerëzit që i duam, e na duan. Në xhennetin e Rabbul Aleminit, në shoqërinë e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, e bashkë me hoxhën tonë Molla Mahmud Efendiun, që na dha pe jetës vete ato që nuk na dha kush pe hoxhallarëve tjerë, edhe pse shumë kemi takuar në jetën tonë, po ato që na dha Molla Mahmud Efendiu, tjerët nuk patën mundësi të na japin. Allahu do xhelal ta shpërbleja ato edhe krejt të gjenerata që vinë mbas atij. Pak të ngjani atij, do të jemi të lumtur me ju. Do të lutem edhe për ju, edhe gjenerata tjera do të lutem për ju. Pak me ngjaj vetëm atij. Jo për ato në pamje se si dukeshte ai, po në sakrificën që ai e bënte, që një prej hafëzlarëve ose hoxhallarëve tarshëm që do të dalin, po e jape Kur'anin. Atë sakrificë që ai e bënte, pak të ngjajmë atij, Allahu do xhelal të na shpërbleje edhe me mundin e tij. Zoti xhelal xhan ju ruaj, ju begatoft, ju dash mirësi e begati, walhamdulillahi rabbil alamin.